Pas 30 ditësh fushat elektorale nga partitë politike, të cilat I linin vend njëra tjetrës në sheshet e qyteteve, sot Shqipëria hesht. Si e shikoni këtë? Njëherë unë do të them që e gjithë fushata elektorale, përveç thyrjeve të atyre që flisnin përpara zgjedhësve, nga të dyja krahata edhe nga partitë e tjera të vogla, njerëzit kanë qenë të qetë. Nuk kemi parë si në fushatat e tjera që të dalin të rinj, të derdhe rrugëve të qytetit me flamuje, me përtitura, me çara, me ofendime. Dhe sot është një ditë e qetë, është me të vërtet një ditë e qetë, dielli ndriçon bukur, njerëzit janë të heshtur. Ashtu po thuaj se siç kanë qenë çdo ditë, pensionistët po të shikosh janë tek dominot e tyre, tek shahu në parkun e qytetit, ndërsa të rinjt në lëvizjet e tyre të si në një përditshmëri. Nuk dëgjohet asgjë dhe heshtja zgjedhore, sidomos një ditë përpara zgjedhjeve, është e domosdoshme nëse do të ishte edhe gjatë gjithë fushatës e tillë që nesër të votojnë njerëzit në mënyrë të qetë, të votojnë sipas dëshirës së tyre, ta japin votën atje ku ata mendojnë, pa patur asnjë lloj presioni, pa patur asnjë lloj frike, pa patur asnjë lloj ndikimi. Mendoj se dita e sotme është një ditë e zakonshme për qytetarët lushnjarë. Mendoj që edhe nesër do të jetë po e tillë. Sot është dita e heshtjes zgjedhore, një ditë para se ne të drejtohemi kutive votimi. Janë shumë pozitive sepse e shprehur me gjuhë popullore sot na bien veshët rehat. Nuk kemi më në trysninë e propagandës nga të gjitha partitë. Por kjo është një ditë reflektimi për secilin që në mënyrë të qetë secili të mendojë që nesër kur t'i drejtohet kutisë votimit të jap atë që mendon dhe më të mirën për vendin tonë. Kjo heshtje, siç dihet, vazhdon gjatë gjithë kohës edhe nesër që do të jetë ditë votimi. Dhe që është një ditë kur njerëzit tashmë të qetë, pa trysninë e propagandës, janë duke menduar, duke reflektuar, ndonse unë mendoj që shumica në këto 30 ditë e kanë ndarë mendjen se ku do të shkojnë, ku do të votojnë, por ka edhe një elektorat I cili quhet elektorati gri, I cili është duke u menduar se për këtë do të votojë. Është një ditë shumë e qetë dhe gjithashtu e bukur nga natyra. Uroj që qytetarët ta kenë një ditë pushimi këtë sot, jo thjesht politike, por edhe për kënaqësinë e tyre.